Leximi nga Apostulli i ditës. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 11, vargjet 33 deri në kapitullin 12, vargu 2. Të cilët me anë të besimit mundën mbretëri, punuan drejtësi, fituan premtime, thurën gojë luanësh, shuajtën fuqinë e zjarrit, shpëtuan nga gojët e thikës, morën fuqi nga dobësit, u bën të fortë në luftë, thyen ushtritë të huajve. Gra morën të vdekurit e tyre të ngjallur, edhe të tjerë u munduan, sepse nuk pritën shpëtimin që të fitonin një ngjallje më të mirë. Dhe të tjerë u provuan me të përqeshura e me të rrahura, po edhe me të lidhura e me burg. U vran me gur, u sharruan, u ngan, vdiqën prej thike. Endeshin lart e poshtë veshur me lëkurdhensh e me lëkurdish, duke pasur nevojë, duke pasur shtrëngime, duke hequr keq. Ata për të cilët bota nuk ishte e denjë, duke shkuar andeje këtej në për shkretëtira e në për male, e në për shpella e në për vrimat e dheut. Edhe këta të gjithë, ndonë nëse morën dëshmi të mirë me anë të besimit, nuk morën premtimin, sepse Perëndia pa t'i urdhëruar që përpara një gjë më të mirë për ne, që të mos bëhen të përsosur pa ne. Prandaj dhe ne të rrethuar për një reje kaq të madhe dëshmitarësh, le të hedhim tej çdo barë dhe mëkatin që na pushton lehtë, edhe me durim le të sulemi në rrugën që është përpara nesh, duke shikuar tek Jesusi që është kryet dhe fundi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin, duke përbuzur turpin dhe ndenjin në të djathtë të fronit të Perëndisë. Leximi nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 10, vargjet 32, 33, 37, 38, si dhe kapitulli 19, vargjet 27, 30. Kushdo pra që të më pohoj përpara njerëzve, edhe unë do të pohoj atë përpara Atit tim që është në qiejt. Por këdo që të më mohoj përpara njerëzve, do të mohoj edhe unë atë përpara Atit tim që është në qiejt. Ai që do të atin ose të ëmën më tepër se unë, nuk është i denjë për mua. Edhe ai që do bir a bi më tepër se mua, nuk është i denjë për mua. Edhe ai që nuk merr kryqin e tij e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Atëherë u përgjigj Pietri dhe i tha atij: Ja ne tek i lam të gjitha dhe të erdhëm pas. Vallë çdo të jetë për ne. Edhe Jesusi ju tha atyre: Me të vërtet po ju them juve, se ju që më erdhët pas në krijesën e re, kur të rri i biri i njeriut mbi fronin e lavdisë së tij, do të rrini edhe ju mbi 12 frone, duke gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Edhe kushdo që la shtëpi a vëllezër, motra a atë, nën a grua, bi apo ara për hir të emrit tim, do të marrë 100 për 1, e do të trashëgoj jetë të pasosur, po shumë të parë do të jenë të fundit, dhe të fundit të parë.